Nuk do të lejoj që lindja e mesme të ndahet sërish me marrëveshje të fshehta si Sykes-Picot, thot presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan. Bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi Por çfarë është kjo marrëveshje? Imagjinoni dy njerëz në një dhomë të errët, duke vizatuar mbi një hartë që nuk u përket. Këto vijë që vendosin mbi të është një plagë e re për brezat që vijnë. Kjo është marrëveshja Sykes-Picot, momenti kur Britania e Madhe dhe Franca e ndan lindjen e mesme me laps, ndërsa lan pas vetes luftë pafund. Dhe Palestinën ja dorëzuan Izraelit. Teksa bota ishte përfshirë në kulmin e luftës së parë botërore, Britania dhe Franca përmes diplomatëve të tyre Mark Sykes dhe François Georges Picot po ndanin tokat e lindjes së mesme. Në negociatat sekrete u vendosën këto kufi. Britania do të mbante kontrollin e Irakut, Jordanisë dhe Palestinës, ndërsa Franca do të kontrollonte Sirinë dhe Libanin. Kështu lindi pamja e re e lindjes së mesme. Nuk i pyetën popujt që jetojnë aty, nuk i interesonin dallimet fisnore, etnike apo fetare, vetëm interesat e tyre koloniale. Për këtë ndarje morën bekimin edhe të Rusisë dhe Italisë, duke u premtuar tokat arabe të turqëve në këmbim. A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse lindja e mesme nuk gjen kur paqe? Se gjithmonë dikush me dikë lufton në këtë rajon, sepse kështu e dizajnoi marrëveshja Sykes-Picot. E gjithë këto lufta që po zhvillohen në lindjen e mesme, a thua kanë për qëllim ndryshimin e sërishëm të kufive pa pëlqimin e popujve autokton? Ambasadori amerikan në Ankara thot se ajo që bëri perëndimi në vitin 1916 u ka pushtuar shumë brezave në lindjen e mesme. Zotohet të mos e bëjnë më gabimin e njëjtë. Një shekull më parë, perëndimi imponoi harta, mandate, kufi të shkuar me laps dhe sundim të huaj. Sykes-Picot ndau Sirinë dhe rajonin e gjerë për përfitime imperiale, jo për paqe. Ky gabim i kushtoi brezave të tërë. Nuk do ta bëjnë më. Por çfarë ndodh në terren? Izraeli ka sulmuar ose pushtuar 5 shtete vetëm në këto muajt e fundit: Palestinën, Libanin, Sirinë, Yemenin dhe tani Iranin. A është ky synimi i Izraelit? Një tjetër vizatim kufish si marrëveshja Sykes-Picot? Një tjetër gjargjedhje që nuk do të ndalet për shekuj me radhë.